Një dukuriere shumë e dëmshme, por edhe e dhimbshme për shoqërinë dhe sidomos për fëmijët ka ardhur në shprehje kohët e fundit. Nga Qendra për Punë Sociale bëjnë të ditur se i madh është numri i familjeve që paraqesin rastet kur prindërit nuk kujdesen për fëmijët e tyre apo edhe në raste të caktuara jo rrallë ushtrojnë edhe dhunë. Për rrjedhoj pakujdesia e prindërve ndaj fëmijëve rezulton me qëndrim të gjatë të këtyre të fundit në rrugë, aty ku pa asnjë lloj selektimi mund t'i marrin të gjitha dukurit negative, mungesa të shumta në shkollë dhe në raste të caktuara involvim të tyre në kryerjen e veprave të ndryshme penale. Dhe ajo që është edhe më e dhimbshme, ende ka fëmijë me pjesë të trupit të mavjosura si pasojë e dhunës fizike që ushtrojnë prindërit nga ndëshkimet e njëpasnjëshme që u japin atyre, edhe pse paraprakisht as pak nuk janë angazhuar në edukimin e tyre. Muhamet Tahiri, punëtor social nga Qendra Ndërkomunale për Punë dhe Politikë Sociale, bën të ditur se i madh është numri i gjyshërve apo antarëve të tjerë të familjes që paraqesin mos kujdes të prindërve ndaj nipërve dhe mbesave të tyre. Me këtë rast, punëtorët e kësaj qendre intervenojnë dhe në mënyrë vërejtjeje ua tregojnë prindërve të drejtat e fëmijëve, si dhe sankcionet ligjore që mund të vinë në shprehje nëse edhe pas kësaj prindërit tregohen neglizhent apo të dhunshëm. Megjithatë, thot Tahiri, tek të gjitha këto raste është arritur sukses dhe nuk ka devijuar situata deri në pikën për të ndërmarrë masa ligjore ndaj prindërve. Është një dukuri e re Qendra për Punë Sociale tash, kanë filluar njerëzit e ndërgjegjshëm të paraqesin rastet ku përdoret dhunë ndaj fëmijëve ose mos kujdes ndaj fëmijëve. Prindët e kanë lëshuar fëmijën, gjyshi dhe gjyshja interesohet për fëmijën. Edhe ne si Qendër për Punë Sociale ndërhim këta raste, u tregojmë ata drejtat ligjore, edhe masat të cilat do t'i merr Qendra për Punë Sociale ndaj prindërve të cilat të bëjnë këtë punë. I lënë shkalojnë fëmijët, se kemi edhe ashtu raste në situat, mirë për nuk kemi rast që të mbarrin në të aspektin drastik. Domethënë arrihet një marrëveshje me ata familje, rikthehen prapë te familjet, nuk kemi pas për momentin në kustuar ashtu rast, të cilët që ndodhin qytete të tjera i largoni lënë fëmijët edhe i largoni. Do të intereson institucion. Qendra për Punë Sociale merr masa ndaj çdo familje të cila paraqitet këtij problem, edhe ndërhyn ekipi i profesionalizuar në këtë problem. Ajo është ekipi punëtar social, psikolog, pedagog dhe juristi. Domethënë çdo njeri në atë profesion në vetë ja tregon se çka do të ndodhë me atë familje nëse nuk kujdesen për fëmijët. Ai sqaron se situatat e këtilla më së shumti vinë në shprehje kur në mes të çiftit bashkëshortor ka mosmarrveshje apo thjesht për arsye të caktuara është prishur harmonia familjare. Sipas tij, një herë bashkëshortët zhvillojnë betejën se kush do t'i merr fëmijët, pastaj ai që i merr i lëshon nga pamundësia për t'u kujdesur, provon edhe tjetri, ndodhe e njëjta dhe në fund këta fëmijë mbeten pa përkujdesje prindërore. Këto raste më të përvin që ato familje të cilat nuk kanë harmoni bashkëshortore. Nuk do me thonë punësimi, do me thonë gjendja ekonomike, do me thonë mosmarrveshja bashkëshortore është më tepër rast edhe problem, do me thonë njëherë i merr një prind, largohet prindi, largohet edhe tjetër edhe ata fëmijë ngelin me gjyshin ose me të afërmit e familjes. Mirë, po ne gjithmonë kemi reaguar në kohë për shkak të informatave që i kemi prej antarëve të familjes, që ndodhin këto probleme, nuk kemi pas probleme ndërmasa më të mëdha. Ndryshe, në sektorin e punëve të brendshme tetov, gjatë këtij viti është regjistruar vetëm një rast ku të dy prindërit janë larguar dhe i kanë lënë dy fëmijë të mitur në përkujdesjen e gjyshit dhe gjyshes. Djali dhe nusja nuk kanë jetuar bashkë, por nuk kanë qenë të ndarë ligjërisht, kështu që përkujdesja ndaj fëmijëve ka ngelur vetëm brenge gjyshes, si në aspekt financiar, ashtu edhe në çdo aspekt të përditshmërisë. Ndryshe, lëshimi nga përkujdesja dhe keqtrajtimi i fëmijëve të mitur paraqet vepër penale për të cilën në nenin 201 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë është parapar burg në kozgjatje prej 5 viteve, varësisht nga pasojat e shkaktuara tek fëmijët. Nëse pasojat vërtetojnë të jenë më të mëdhaja, prindërit rrezikojnë që të përballen edhe me 10 vite burg.